Kufit e lindjes së mesme u vizatuan gjatë luftës së parë botërore nga një britanik, Mark Sykes, dhe një francez, François Picot. Lapsat e dy diplomatëve ndan hartën e një prej rajoneve më të paqëndrueshme në botë, në shtete që përshkonin komunitete etnike dhe fetare. Më vonë e quajtur marrëveshja Sykes-Picot. Kjo marrëveshje sekrete u nënshkrua nga Parisi dhe Londra më 16 maj 1916 për të bërë baza mbi të cilën u formosua rajoni i Levantit për vitet që do të vinë. Një shekull më pas, lindja e mesme vazhdon të mbajë pasojat e kësaj marrëveshjeje dhe shumë arab në gjithë rajonin vazhdojnë të fajsojnë dhunën pasuese në lindjen e mesme, nga pushtimi i Palestinës deri te ngritja e ISIS-it mbi marrëveshjen Sykes-Picot. Perandoria osmane, në dekadat e fundit para rënies së saj, humbi kontrollin mbi shumë nga territoret e saj ndaj fuqive koloniale në rritje. Franca mori kontrollin në Algjerisë dhe Tunisisë, Italia mori Libin, ndërsa Britania fitoi kontrollin mbi protektoratin e Adenit, Omanin, Principatat e Gjirit Arab dhe Kuvajtin. Nga ana tjetër, Muhammed Ali Pasha, një udhëheqës i fuqishëm osman, sundonte Egjiptin në mënyrë të njëanshme dhe bijtë e tij e pasuan atë, derisa vendi ra nën kontrollin britanik në vitin 1882. Sudani ra nën kontrollin britanik në vitin 1899. Ndërkohë, sipas historianit irakian Sayar Al-Jamil, bastionet osmane në Levant dhe Irak gjatë viteve të fundit perandorisë përfshinin provincat e Damaskut, Alepos, Rakas, Basrës dhe Bagdadit. Kur shpërtheu lufta e parë botërore, në korrik 1914, perandoria osmane e dobësuar bëri aleancë me Gjermaninë dhe perandorinë austro-hungareze për të përballur me Britaninë dhe Francën. Në atë moment, regjimet politike dhe hartat e rajonit filluan të transformoheshin. Gjatë luftës së parë botërore, ministritë e jashtme të Francës, Rusisë, Britanisë dhe Italisë caktuan një grup diplomatësh për zhvilluar bisedime që do të përcaktonin pjesën e secilit vend nga trashëgimia perandorisë osmane, e cila në atë kohë quhej Njeriu i Sëmur. Midis nëntorit 1915 dhe majit 1916, negociatat sekrete dhe memorandumet mirëkuptimi u shkëmbyen ndërmjet ministrive të jashtme të këtyre vendeve, kryesisht të përfaqësuara nga Sykes i Britanisë dhe Picot i Francës. Britania ishte pala më e fuqishme ndër këto vende. Ajo ishte në të njëjtën kohë në kontakt me emirin dhe sherifin e Mekës, Hussein bin Ali, i cili po planifikonte një revolucion që synonte krimin e një mbretërie arabe në rajon. Më 16 maj 1916, një marrëveshje u nënshkrua në fshehtësi midis Sykes dhe Picot dhe u miratua nga ministri i jashtëm rus Sergej Sazonov. Marrëveshja parashikonte krimin e 5 entiteteve në Levant. Entiteti i parë shtrihej nga Bagdadi në jug, duke përfshirë Kuvajtin dhe arrinte deri në bregun e Gjirit. Ky entitet ishte nën kontroll të drejtë për drejtë britanik. Entiteti i dytë përfshinte atë që sot është Iraku Verior, Jordania dhe shkretëtira e Negevit, duke arritur deri në Sinai. Kjo pjesë ishte nën ndikim britanik. Entiteti i tretë përfshinte një zonë bregdetare që shtrihej nga Libani jugor drejt Veriut deri në provincat e Mersinit, Iskenderunit dhe Adanës dhe depërtonte në brendësitë e Anadolit. Ky ishte nën kontroll të drejtë për drejtë francez. Entiteti i katërt përfshinte shkretëtirën siriane dhe ishte nën ndikim francez. Entiteti i pestë përfshinte Sanxhakun Osman të Jerusalemit, që ishte pjesa veriore e Palestinës historike. Kjo ishte një zonë ndërkombëtare për shkak të rëndësisë fetare, megjithse Britania mori kontrollin e Akres dhe Haifës. Se përket Rusisë, marrëveshja parashikonte që cari rus do të mbante Stambollin, territoret pranë Bosforit dhe 4 provinca në Anadolin lindor. Greqisë ju dha kontrollin mbi brigjet perëndimore të Turqisë, ndërsa Italisë jugperëndimi i Turqisë. Kur car Nikola II rrësua në një revolucion popullor në vitin 1917, bolshevikët komunist, të udhëhequr nga Vladimir Lenini, gjetën një kopje të marrëveshjes Sykes-Picot në arkivat qeveritare. Kolegu i Leninit, Leon Trotski, publikoi një kopje të marrëveshjes në gazetën Izvestia më 24 nëntor 1917 për të ekspozuar planet e fuqive të mëdha për të trashëguar perandorinë osmane pas luftës. Lenini e quajti traktatin marrëveshja hajdutëve kolonial. Zbulimi shkaktoi një skandal politik për Britaninë dhe Francën. Britania gjatë negociatave me sherifin e Mekës, Hussein bin Ali,
mori përgjegjësim për krimin e një ateu kombëtar për popullin hebre në Palestinë. Kjo erdhi në një letër të 2 nëntorit 1917 nga ministri i jashtëm britanik Arthur Balfour, drejtuar Baron Walter Rothschild. Ky angazhim u konfirmua në vitin 1920, kur Herbert Samuel u bë komisioneri i parë i lartë britanik në Palestinë dhe mandati britanik u formalizua nga Lidhja e Kombeve.